Allahu te baraka ve taala në këtë pjesë të këtij ajeti tregon se ka lloj-llojshmëri në krijimtarinë e Allahut dhe në krijesat e Allahut. Pastaj thot Allahu dhul Jalal përmend diçka shumë interesante. Thot këto pemë dhe këto fruta janë të ndryshme në shije. Nuk janë krejt pemët dhe frutat e pemëve me një shije të njëjtë. Dhe kjo pikërisht e tregon madhështinë e Allahu te baraka wa taala. Do thot Imam Tabariu thot frutat e ndryshme, shijet e ndryshme dhe secila i ka pastaj edhe karakteristikat dhe specifikat e saj. Përmendet ulli dhe shega. Do thot të ngjajshme në formë, por të ndryshme në shije. Sa pemë mund të jenë nga ana jashtme të ngjashme në formë dhe të pamje, por ja që në shije dallojnë. Dhe kjo pikërisht është prap madhëria e Allahut dhe në këto krijesat e Allahut, qysh Allahu këto krijesa, këto fruta, këto pemë i ka krijuar me këto specifika dhe karakteristika, tregojnë madhërinë e Allahut te baraka wa taala. Ndonjë prej frutave është më i ëmbël, ndonjë është më i idht, ndonjë është më i lëngshëm, ndonjë është më i thatë, ndonjë ka farën më të madhe, ndonjë ka farën më të vogël, ndonjë ka lëkurën dhe ne obligohemi me qiru prej lëvozhgës. Subhanallah. Këto janë ato urtësitë qysh Allahu te baraka wa taala me madhërinë dhe diturinë e tij absolute neve na i ka bë këto dhunti dhe këto dhurata që ne të kënaqemi me këto begatitë e Allahut. Pastaj Allahu dhul Jalal thot, hani nga frutat e tyre. Allahu i ka bë këto për me qenë në disponim për njeriu, mu kënaq krijesat e tij. Thot Imam Tabariu, është do thot kur Allahu thot hani prej frutave të tyre, kjo është një leje e përgjithshme. Në parim të gjitha pemët dhe frutat e tyre janë halal, janë të lejuara në parim, në kuptimin general. Pastaj nëse ka ndonjë ndalesë, atëherë ka tekste specifike për ndalesa përkatëse. Kundër, pse Allahu thot hani prej frutave të tyre? Tash kjo vjen si një përgjigje përballë atyre ndalesave të shëmtuara, përballë atyre ndalesave arbitrare që janë krejt në mënyrë jo të arsyeshme e kanë privu veten. Allahu dhul Jalal thot, këto janë për ju, kënaqoni me to, halal i përgjithshëm. Pastaj thot, jepni të drejtën në ditën e korjes. Kjo pjesë e ajetit, kështu po themi, është argument që Allahu na obligon me zekatin, me nda zekatin dhe me jap zekatin prej këtyre pemëve dhe prej këtyre frutave, konform që kanë ardhur në dispozitat fetare të fikut. Do të thonë zekati i prodhimit, apo sadakaja, apo hisja e këtyre bereqeteve që Allahu te baraka wa taala na ka obligu, e atje në kapitujt e jurisprudencës islame për gjitha pemët edhe prodhimet e ndryshme bujqësore, ka dispozita dhe regula të caktuara si ipet zeqati, sa ipet zeqati, për cilat lloje të produkteve bujqësore dhe të bimëve e frutave japet zeqati, e kështu me radhë. Pastaj Allahu dhul Jalal thot, mos e teproni, la tusrifu. Mos bëni mastraf, mos shpenzoni tepër, mos shpërdoroni, mos abuzoni, se Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë.